Një sondazh i zhvilluar në faqen zyrtare të shtëpisë më të famshme në Shqipëri zbuloi renditjen e banorëve nëse finalja do të mbahej këtë të martë. Gjatë emisionit, Hedi ndau rezultatet ku banori më i votuar ishte Gjesti me 49%, i ndjekur nga Gerta 30% dhe Rozana 10%. Në vend të katërt u renditën Laerti dhe Valbona me 3%, ndërsa pas tyre vinin Danja, Loredana dhe Shkëlzeni. Pasi pak të renditje, Amberi e komentoi me skepticizëm. Nësa ata që i kanë dhënë Gjestit fitore janë ata komentuesit e TikTokut, Gjesti është fituesi i kamerave, është gjatë gjithë kohës te kamera që aty nuk lejohet që të jesh gjatë gjithë kohës dhe të flasësh me kamerat. Aty ka lojtarë që kanë me themel dhe ka lojtarë që janë të më të arsyetueshëm në lojën që kanë bërë dhe që kanë më shumë argumente se Gjesti, që do të thotë, nëse Gjesti të jepet ky edicion për mua do të ishte fatal. E pyetur se kush e meriton fitoren, Amberi u përgjigj pa hezitim. Unë e kam pasur kundërshtare në atë lojë dhe unë jam midis Gertës dhe Rozana Radit. Na duhet i rikujtojmë se Amberi u eliminua gjatë një televotimi që u mbajt të shtunën, pasi Gerta hapi kutinë e Pandorës dhe vendosi ta dërgojë në nominim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.